Dhoma amerikane në Kosovë kërkon zgjatjen e afatit për liberalizimin e tregut. Dhoma ekonomike amerikane në Kosovë kërkon rishqyrtimin e liberalizimit të tregut të energjisë për vitin 2025. Sipas saj, Kosova ende nuk është e përgatitur për këtë ndryshim, ndërsa bizneset shqetësohen për rritjen e kostove. Dhoma ekonomike amerikane në Kosovë ka kërkuar nga politikbërësit që të rishqyrtojnë liberalizimin e tregut të energjisë elektrike, të planifikuar për vitin 2025. Oda amerikane ka thënë se mbështet plotësisht një treg të hapur dhe konkurrues të energjisë, por kushtet aktuale tregojnë se Kosova ende nuk është e përgatitur për këtë tranzicion. Pavarësisht ekzistencës së 19 furnizuesve të licencuar, vetëm një është aktualisht funksional, duke krijuar një pozicion monopolist, de facto, që kufizon konkurrencën. Bizneset janë thellësisht të shqetësuara për rritjen e kostove të energjisë, me 80% të kompanive të anketuara që presin rritje të konsiderueshme të kostove. Këto do të ndikojnë drejt për drejt në konkurrencën e tyre, thuhet në reagimin zyrtar. Mëtej, oda amerikane thekson se ndryshe nga homologët të rajonal, Kosova nuk ka siguruar konkurrencë të mjaftueshme me furnizuesit përpara se të zbatojë liberalizimin e tregut, duke i lënë bizneset me opsione të kufizuara dhe pasiguri të shtuar. Për më tepër, sipas tyre, afati i shkurtër kohor i zbatimit, i paraprirë nga fushatat të paqarta informacioni, nuk i lejon bizneset të përgatiten në mënyrë adekuate. Pasiguria e investimeve është një tjetër çështje urgjente, pasi 70% e kompanive kanë frikë se rritja e kostove të energjisë do të ndikojnë negativisht në planet e tyre afatgjata të investimeve dhe zgjerimit. Ndërsa investimi në energjinë e rinovueshme njihet gjërësisht si një zgjidhje potenciale afatgjatë, bizneset pranojnë se investimet të tilla kërkojnë kohë dhe nuk mund të zbatohen para 1 qershorit 2025, thuhet me stjerash në reagim. Shumë biznese raportojnë mungesë informacioni në lidhje me furnitorët e disponueshëm dhe procesin e tranzicionit, duke bërë të vështirë marrjen e vendimeve të informuara.